Ju e dini që Monika ka qenë klientja ime e shoqëruar nga Ilir Meta. Apo jo? Në barin tim, Capricciosa, asaj s'është modë, s'është reklam. Monika, ju erdhët në vitin 2018, pasi zgjidhet problemin e bashkëshortit tuaj, shumë mirë bët që e bët president, ju e bët president, dhe erdhët të bashkuat me ne të opozitës. Duhet këtë qenë dhjetor, kuvendi i Partisë Demokratike për zgjedhjen e Lulzim Bashës dhe bashkimin e gjithë opozitës, dhe Kujtim Gjuzi, dora vetë, të ka sjell tufën me lule të bardha, trëndafilat bardh, në mes një trëndafil blu. E bardha për të thënë, për mua je një zemër bardhe Dibrës, kurse bluja është për të thënë mirë se erdhet e blut dhe hoqë dorë nga, jo se hoqë dorë, për ishte kryetare e partisë e LSI-s. Si mund të thuash që s'ka marrë asnjëherë lule? S'ke marrë lule të kuqe, theksoje, nuk kam marrë asnjëherë trëndafilat të kuqe, edhe unë. Nuk them se gënjen, Monika.